Prej 2 muajsh ju kemi dëshmuar me fakte masakrën mjedisore me mbetjet në 2 qytete, Shijak dhe Fushkruj. Në të dyja këto vende janë krijuar landfille për depozitimin e mbeturinave në kundërshtim me ligjin dhe jashtë çdo rregulli teknik. Bashkia e Krujës, ku bën pjesë edhe Fushkruja, përfshihet në qarkun Durrës dhe mbetjet duhet i depozitojnë në ZMM e Tiranës në Sharr, por njësoj si Shijaku nuk e ka respektuar këtë vendim dhe madje ka sajuar vende që nuk plotësojnë asnjë lloj kushti për depozitimin e mbeturinave. Aktualisht, të gjitha plerat e Bashkisë së Krujës hidhen në Kodër Dollak, në fshatin Kameras, një landfill i krijuar pa një plan të qartë, pa përmbushur kushtet specifike për një vend depozitim mbetjesh. E vetmja gjë që ka bërë Bashkia e Krujës është ky projekt i gushtit të vitit 2019. Më në fokus, shërbim mirëmbajtje vend depozitim mbetjesh të ngurta urbane. Shkeljet në artimin e këtij projekti janë flagrante, sepse pavarësisht se Kruja nuk ka asnjë landfill të licencuar, në projekt vendi në Kodër Dollak cilësohet si landfill në kategorinë C2. Sipas relacionit teknik të përgatitur nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, afati i përdorimit parashikoi për 3 vjet, deri në përfundimin e vend depozitimit të mbetjeve në Tiranë, ndërsa në krye të plan zbatimit, kohëzgjatja ishte 5 vite. Por në fakt, këto afate janë te i kaluar dhe Kodër Dollaka vazhdon të jetë një landfill që mbledh gjithë plerat e qytetit. Ndërkohë që një problem vete është edhe kompania e cila është kontraktuar nga Bashkia e Krujës për mbledhjen dhe depozitimin e mbetjeve. Bëhet fjalë për Alba Konstruksion, që disponon vetëm leje mjedisore të tipit C, e cila është shfuqizuar, dhe për landfille duhet leje e tipit A ose B, por këto leje nuk janë miratuar nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit për vendodhjen Kodër Dollak. Por ajo që është akoma dhe më skandaloze, e më e rëndë për jetën e njerëzve dhe jo vetëm, është fakti se ky landfill është krijuar shumë pranë vendbanimeve, tokave bujqësore, pyllit dhe liçenit, në kundërshtim me çdo lloj ligji. Gati një muaj pas transmetimit të vëzhgimit ton për landfillin në Kodër Dollak, institucionet u vunë në lëvizje dhe filluan kontrollet në këtë zonë dhe më datën 20 maj 2025, Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit kreu një inspektim pikërisht në Kodër Dollak, fshatin Kameras në Fushkruj. Pas këtij inspektimi, ashtu siç edhe ne kishim thënë më herët, Inspektorati Kombëtar për Mbrojtjen e Territorit konstatoi plot 8 shkelje. Së pari, Bashkia e Krujës nuk disponon leje mjedisore për vend grumbullimin e mbetjeve në Kodër Dollak. Duke u bazuar në ligj, mbetjet nuk duhen përzier me mbetje ose materiale të tjera që kanë veti të ndryshme nga të tyret, por as kjo pikë nuk është respektuar, pasi janë vërejtur përzierje të mbetjeve me veti të ndryshme. Ndër të tjera, në proces verbal, Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit shkruan se Bashkia Kruj, në vend depozitimin e paligjshëm në Kodër Dollak, nuk disponon infrastrukturë për të asgjësuar mbetjet e parikuperueshme me operacione të sigurta asgjësimi. Kjo është vetëm një pjesë e vogël, sepse lista e shkeljeve vazhdon më tej. Sipas ligjit për menaxhimin e integruar të mbetjeve, krijuesi ose zotëruesi fillestar i mbetjeve, në këtë rast Bashkia e Krujës duhet ta kryejë trajtimin e tyre vet ose përmes një tregtari ose personi tjetër. Po ashtu, krijuesi i mbetjeve mban përgjegjësi për operacionet e rikuperimit ose asgjësimit, edhe në rast se i transferon plerat tek një tregtar ose person tjetër. Personat që grumbullojnë mbetjet duhet i çojnë ato në impjante trajtimi të përshtatshme që plotësojnë kërkesat e ligjit dhe mbetjet jo të rrezikshme që transferohen duhet të shoqërohen me një dokument transferimi. Por Bashkia e Krujës nuk do lodhet plotësonte gjithë këto kritere, ndaj ka rënë shkurt dhe nuk ka përmbushur asnjë prej tyre. Ligji ka parashikuar se mbetjet duhet të transportohen me mjete që janë të licencuar nga Qendra Kombëtare e Licencave në kategorinë 3-2B. Ndërkohë, Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit ka konstatuar se mjetet e bashkisë i transportojnë mbetjet pa qenë të pajisur me licencat përkatëse. Proces verbali e bën të qartë një herë mirë se mbetjet në Kodër Dollak po hidhen në një vend të ndaluar, duke kryer veprime në kundërshtim me ligjin, sepse në asnjë mënyrë nuk lejohet grumbullimi i mbeturinave në zonat publike, parcelat bujqësore, pranë kanaleve kulluese ujitëse, si dhe në çdo vend tjetër ku dëmtojnë tokat, bimët dhe kafshët. Për të gjitha këto shkelje, Bashkia e Krujës rrezikon të dënohet me disa gjoba, të cilat shkojnë në total 44 milion lek minimumi ose 75 milion lek maksimumi. Dhe të gjitha këto para do të paguhen me taksat e qytetarëve të Krujës, dhe që fare mirë mund të kishin shkuar për një shërbim tjetër, ose për të përmirësuar trajtimin e mbetjeve, duke respektuar ligjin. Bazuar edhe në inspektimin e kryer nga Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit, kryetari i Njësisë së Qeverisjes Vendore, në këtë rast kryetari
kryetari i Bashkisë së Krujës është përgjegjës për menaxhimin dhe administrimin e mbetjeve, gjë e cila nuk është realizuar. Më herët, madje edhe përpara se të plotësoj ky proces verbal, ne i kërkuam shpjegime kryetarit të Bashkisë së Krujës, zotit Artur Bushi. Por ai gjeti planin perfekt për të na shmangur. Po mas takimit lutem. Mund ta bëjmë dy pyetje? Mas takimit lutem. Po pse mos ka filluar ende takimi? Jemi 5 minuta para, kryetar. Mas takim. Dhe që atëherë nga kryetari Bushi nuk ka asnjë shenjë. Edhe pse e kërkuam për disa ditë me radhë bashki, ai nuk u shfaq asnjëherë. Me sa duket është ende në fushat, edhe pse zgjedhjet ka gati 1 muaj që kanë përfunduar.